Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Koalicioni i qeverisës në Maqedoninë e Veriut mohon për çarjet brenda vetes. Kryeministri Mickovski deklaroi se qeveria është e qëndrueshme dhe nuk ka probleme. I pyetur për pak kënaqësitë që Arben Taravari nga Vlen ka shfaqur në opinion në lidhje me funksionimin e koalicionit shqiptar në qeveri, kryeministri tha se shumica parlamentare ka mbështetjen e 2/3 kuvendit. Nemam takvo čustvo neka ima, naprotiv, imame isključitelno kvalitetna sоработка. Građaните da бидат sigurni, vladата е стабилна, повеќе од 2/3 неофицијално, официјално 78 пратеника ја поддржуваат оваа влада. Në kontekst të kësaj pyetje, a ka probleme me koalicionin e Taravarit? Jo, nuk kam ndjesi të tillë që ka. Përkundrazi, kemi jashtëzakonisht bashkëpunim cilësor. Qytetarët le të jenë të sigurt, qeveria është e qëndrueshme, më shumë se 2/3 jo zyrtarisht. Zyrtarisht, 78 deputet e mbështesin këtë qeveri, tha kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histira Mickovski. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari ka hedhur poshtë mundësinë që të largohet nga kabineti qeveritar. Ai deklaroi se grupet e punës ende janë në negociata. Tash për tash jo, grupet punuese mes deputetëve ende janë në negociata. Kështu që shpresoj që gjejmë gjuhë përbashkët, në qoftë se nuk gjejmë, atëherë shohim si e bëjmë. Shpresojmë të gjejmë gjuhë të përbashkët, nëse nuk gjejmë atëherë do të shohim, deklaroi Arben Taravari. Merret ai shprehu shqetësim për mënyrën e përfaqësimit të koalicionit në zgjedhjet e ardhshme vendore, duke kërkuar që të gjitha partitë të dalin me kandidatët e tyre. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ka nisur prodhimi i fletëve të votimit për zgjedhjet nga jashtë që janë regjistruar për të votuar më 11 maj. Kreu Komisioni Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi një komunikim me gazetarët tha se fletët po printohen nga një kompani slovene. Brenda datës 8 prill, materialet pritet të vinë në Shqipëri. Përgatitja e zarfeve me fletën e votimit do të bëhet brenda datave 8 dhe 10 prill, ndërsa zgjedhjeve jashtë Shqipërisë parashikohet që do dërgohet brenda datës 17 prill. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi deklaroi se çdo zgjedhës mund ta marrë vetëm personalisht zarfin zgjedhor me mjet identifikimi që do të dërgohet nga operatori i shërbimit postar. Do të duhet që operatori i shërbimit postar, dhe kjo është e panegociueshme, t'ia dorëzoj individit në dorë fletën e votimit, të themi. Dhe asnjëri prej familjarëve apo bashkëjetuesve të tjerë me të. Janë 3 tentativa të cilat operatori i shërbimit postar do t'i bëjë në orë të ndryshme. Posta do të shkojë 3 herë në orare të ndryshme. Kompania postare DL mund të lërë një shënim se kur operatori të paraqitet pranë ose një shënim se kur mund të shkojnë vetë votuesit në zyrat postare për ta tërhequr. Sipas tij zgjedhësit do të kenë 3 deri në 4 ditë kohë për ta plotësuar fletën e votimit dhe të nisin zarfin. Rreth 3.7 milion shtetas shqiptar brenda dhe jashtë vendit kanë të drejtën e votës në zgjedhjet e 11 majit. Ministria e Brendshme publikoi listën përfundimtare të qytetarëve me të drejtë vote. Nga të dhënat e gjeneruara nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, rreth 114.000 zgjedhës votojnë për herë të parë, ndërsa rreth 1.000 shtetas janë të papërfshirë për shkak të dekriminalizimit. Numri i migrantëve të regjistruar zyrtarisht në listën e zgjedhësve nga jashtë Shqipërisë është rreth 245.000 persona. Kjo është hera e parë që emigrantët përfshihen në procesin e votimit nga vendbanimi i tyre jashtë Shqipërisë. Kryeministri i Republikës Kosovës Albin Kurti fillon zyrtarisht takimet për formimin e qeverisë së re pas certifikimit të zgjedhjeve të 9 shkurtit. Ai informoi mbi takimet me disa nga partitë politike të pakicave për një konsultim që sipas tij do të realizojë formimin e qeverisë së re. Kurti zhvilloi takimin e parë me Emilia Rexhepin, kryetaren e Partia e Re Demokratike. Rexhepi konfirmoi gatishmërinë e plotë për vazhdimin e bashkëpunimit me vetëvendosjen. Kurti ka falendëruar Rexhepin për bashkëpunimin e frytshëm, rezultatet e arritura gjatë këtij mandati dhe punët e mbara që na presin në 4 vjeçarin e ardhshëm, thuhet në njoftimin e qeverisë. Asnjëra nga partitë politike nuk ka mjaftueshëm vota për të formuar vetëm qeverinë e re. Vetëvendosja LDK, Partia Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës kanë filluar bisedimet me pakica që kanë 10 vende në parlament. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.